Giganti i teknologjisë Meta Platforms po zhvillon një betejë të re në Washington, ndërsa përballet me mira padi që lidhen me ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Sipas informacioneve të publikuara nga Reuters, kompania po lobon pranë Kongresit Amerikan për të përfshirë dispozita të reja ligjore që do t'u jetin platformave sociale një nivel më të madh mbrojtjeje nga pretendimet ligjore që lidhen me sigurinë dhe privatësinë e të miturve. Propozimi lidhet me ligjin e njohur si Kids Online Safety Act, i cili aktualisht po shqyrtohet në Senatin Amerikan. Projekt ligji synon të vendosë detyrime më të forta për kompanitë e teknologjisë në mbrojtjen e fëmijëve në internet. Nëse miratohet, ligji do të krijojë që kompanitë të tregojnë kujdes të veçantë gjatë zhvillimit të funksioneve si lëvizja e pafundme e përmbajtjes, njoftime e vazhdueshme dhe filtra që ndryshojnë pamjen fizike në fotografi. Element që kritikët i konsiderojnë të dëmshëm për shëndetin mendor të të rinjve. Sipas burimeve të Reuters, Meta është e gatshme të heqë kundërshtimet ndaj projekt ligjit në këmbim të një formule ligjore që do të kufizonte një pjesë të padive të ngritura kundër kompanive të rrjeteve sociale. Një zëdhënës i Metës ka deklaruar se propozimi nuk synon të eliminojë proceset gjyqësore ekzistuese dhe as të krijojë imunitet të plotë për kompaninë. Sipas tij, qëllimi është krijimi i standardeve të njëjta për sigurinë e fëmijëve në internet. Megjithatë, ideja ka hasur kundërshtime. Një përfaqësues i senatores Marsha Blackburn, bashkëautore e projekt ligjit, deklaroi se nuk e kishte parë tekstin e propozuar dhe se nuk do të mbështeste një dispozitë të tillë. Debati vjen në një moment të vështirë për industrinë e teknologjisë. Më herët gjatë këtij viti, Meta dhe platforma YouTube e Google humbën çështjen e parë gjyqësore që shkoi drejt një procesi të plotë, ku një grua nga Kalifornia fitoi dëmshpërblim prej $6 milion. Avokatët e saj argumentuan se kompanitë ishin të vetëdijshme për natyrën varësuese të produkteve të tyre dhe për rreziqet që ato paraqesin për të rinjt. Të dyja kompanitë kanë njoftuar se do ta apelojnë vendimin. Ndërsa debati mbi sigurinë e fëmijëve në internet vazhdon të intensifikohet, vendimet që do të merren në Kongres mund të kenë pasoja të mëdha jo vetëm për Metan, por për të gjithë industrinë globale të rrjeteve sociale.